Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini përsëri në Shqipify. Një nga pyetjet që më bëhet më shpesh është kjo: sa kohë duhet për të folur shqip rrjedhshëm? Përgjigja nuk është e njëjtë për të gjithë. Disa njerëz mësojnë më shpejt, ndërsa të tjerë kanë nevojë për më shumë kohë. Por ka disa gjëra që vlen për të gjithë. Sot do të flasim pikërisht për to. Së pari, duhet të kuptojmë se çfarë do të thotë të flasësh rrjedhshëm. Shumë njerëz mendojnë se të flasësh rrjedhshëm do të thotë të mos bësh kurrë gabime. Kjo nuk është e vërtetë. Edhe shqiptarët bëjnë gabime. Edhe njerëzit që flasin anglishten si gjuhë amtare bëjnë gabime çdo ditë. Të flasësh rrjedhshëm do të thotë të komunikosh lirshëm, do të thotë të kuptosh shumicën e bisedave dhe të shprehësh mendimet e tua pa u ndalur çdo 2 sekonda. Gabimi më i madh që bëjnë shumë student është se presin të ndihen gati. Ata mendojnë do të flas kur të kem mësuar edhe pak. Pastaj kalojnë muaj, pastaj kalon një vit dhe ende nuk flasin. E vërteta është se nuk do të ndiheni kurrë plotësisht gati. Duhet të filloni të flisni shumë më herët se sa mendoni. Një gabim tjetër është përqendrimi vetëm te gramatika. Mos më keq kuptoni, gramatika është shumë e rëndësishme. Por vetëm gramatika nuk ju bën të flisni. Është njësoj si kur të lexoni shumë libra për notin. Mund të dini gjithçka në teori, por derisa të hyni në ujë, nuk do të mësoni të notoni. E njëjta gjë ndodh edhe me gjuhët. Atëherë, çfarë duhet të bëni? Sipas mendimit tim, ka 4 gjëra që duhet t'i bëni pothuajse çdo ditë. E para është të dëgjoni shqip. Edhe nëse nuk kuptoni gjithçka, edhe nëse kuptoni vetëm 30%. Sa më shumë të dëgjoni, aq më familjar do të bëhet tingulli i gjuhës. Do të filloni të vini re fjalë që përsëriten vazhdimisht. E dyta është të lexoni. Nuk ka rëndësi nëse lexoni një artikull, një histori të shkurtër apo një kapitull libri. Leximi ju ndihmon të shihni se si ndërtohen fjalitë. Për më tepër, ju mëson shumë fjalor të ri. Mos u përpiqni të përktheni çdo fjalë. Përpiquni të kuptoni idenë kryesore. E treta është të flisni. Po, edhe nëse bëni gabime. Në fakt, gabimet janë një pjesë normale e procesit. Çdo gabim është një mundësi për të mësuar diçka të re. Prandaj nuk duhet të keni frikë prej tyre. Dhe e katërta është përsëritja. Shumë njerëz mësojnë një fjalë sot dhe habiten kur e harrojnë nesër. Kjo është krejt normale. Truri ynë ka nevojë që ta shohë të njëjtën fjalë shumë herë. Prandaj përsëritja është kaq e rëndësishme. Një pyetje tjetër që dëgjoj shpesh është: a duhet të shikoj filma në shqip? Po, por zgjidhni materiale që janë pak më të lehta se sa niveli juaj maksimal. Nëse nuk kuptoni pothuajse asgjë, do të lodheni shpejt. Nëse kuptoni rreth 80%, do të mësoni shumë më tepër. Disa student më pyesin: cili është sekreti? Në të vërtetë, nuk ka ndonjë sekret. Nuk ka asnjë metodë magjike. Ka vetëm vazhdimsi.
Edhe 15 ose 20 minuta në ditë mund të bëjnë një ndryshim të madh nëse mësoni çdo ditë. Është shumë më mirë të mësoni pak çdo ditë sesa 5 orë vetëm të dielën. Dhe më e rëndësishmja, mos e krahasoni veten me të tjerët. Secili ka ritmin e vet. Disa kanë më shumë kohë, disa jetojnë në Shqipëri, disa kanë një partner shqiptar. Të tjerë jetojnë larg dhe mësojnë vetëm përmes internetit. Krahasoni vetëm veten me veten që ishit një muaj më parë. Nëse sot kuptoni më shumë se dje, atëherë jeni në rrugën e duhur. Unë jam shumë i lumtur që Shqipify është bërë pjesë e rrugëtimit të kaq shumë studentëve. Çdo koment që shkruani, çdo pyetje që bëni dhe çdo video që shikoni më motivon të vazhdoj të krijoj materiale të reja. Shpresoj që një ditë të mund të flisni shqip me besim dhe të shijoni bisedat me miqt dhe familjen tuaj shqiptare. Faleminderit shumë që ndoqët këtë video. Nëse ju pëlqeu, mos harroni ta pëlqeni videon, të abonoheni në kanal dhe të shkruani në komente. Cila ka qenë sfida juaj më e madhe gjatë mësimit të gjuhës shqipe? Do të jem shumë i lumtur t'i lexoj përgjigjet tuaja. Mirupafshim dhe shihemi në videon tjetër.